A ke mendu në i herë dhe a ke meditu 5 namazën ditë? 5 namazën ditë. A je në punë apo si je në punë? A je smur apo je shëndetshëm? A je udhëtar apo je venali? Or edhe në luftë, subhanallah. Or edhe në momentet që je më vështirë ose edhe aty ku të mbyllen gjërat, namazi nuk lehet. Shnej gjithë ky obligim dhe gjithë ky insistim nga feja jon për namazin, sepse është i domosdoshëm për gjithë secilin prej nesh. Dhe është i dobishëm, pra frytet që ka namazi dhe gjurma dhe roli që ka namazi në jetën e besimtarit të vëllezër, është shumë i rëndësishëm. Mos kishte qenë kaq i rëndësishëm, e mos kishte qenë kaq i dobishëm për vallahi nuk e insistonte feja jon, nuk e insistonte Allahu edhe profeti alayhi salatu wassalam. Nuk e insistonin dashurit e Allahut edhe profetët e Zotit namazin, po mos kishte qenë kaq i rëndësishëm edhe me rol kaq të rëndësishëm në jetën tonë. Ai është i pari, subhanallah. Ai është i pari. Sa borxhli jemi Allahu xhelleshanu neve që na udhëzoi për këtë mirësi dhe për begati.